Dje Partia Socialiste paraqiti nismën e saj për ndryshimin e Kushtetutës së Shqipërisë, për të forcuar institucionet e drejtësisë. Nisma jonë fillon nga kufizimi i imunitetit, por nuk kufizohet vetëm me çështjen e imunitetit. Sepse ne besojmë që imuniteti në Shqipëri duhet kufizohet dhe jemi absolutisht pro. Jemi të kënaqur madje që më në fund qeveria erdhi në pozicionin ton të hershëm që ky kufizim kërkon ndërhyrje në kushtetutë. Por ne besojmë po ashtu që ndërhyrja në kushtetutë për kufizimin e imunitetit nuk duhet kufizohet vetëm tek çështja e imunitetit. Sepse muri që mbron të korruptuarit sot në Shqipëri nuk është imuniteti kushtetues, po pushteti politik që ka kapur dhe po e mbyt drejtësinë. Të gjithë e dim si kanë shkuar gjërat për rastet më të rënda të korrupsionit në nivelin më të lartë qeveritar. Imuniteti është hequr pa asnjë pengesë, por askush nuk është ndëshkuar nga që drejtësia nuk bën drejtësi. Ne jemi të bindur se është koha për një debat shumë serioz dhe padyshim për një ndërhyrje serioze në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ku e përsëris, imuniteti është vetëm një piknisje, po jo një pikë mbërritje. Zgjedhja e një presidenti tërësisht njanshëm e ka bërë shumë të fortë bindjen tonë se drejtësia në Shqipëri mund të degradoj edhe më keq, për pasojë të zgjedhjeve të njanshme, të prokurorit të përgjithshëm, të drejtorit të shërbimit informativ dhe gjyqtarëve të lartë dhe kushtetues si minimum. Është një film i vjetër që e kemi parë në presidencën e parë të Sali Berishës dhe sot për sot kemi shumë më tepër arsye të parashohim kërcënim se sa garanci për ekuilibrat kushtetues të shtetit si rrjedhoi e zgjedhjes presidentit të ri nga radhët e partisë së kryeministrit. Por edhe përtej aktualitetit politik dhe lëmshit institucional që ka bërë sot partia në pushtet, Kushtetuta e Republikës ka nevojë për një rishikim në funksion të sistemit drejtësisë dhe të reformimit në sistemin e drejtësisë. Ashtu si kundër i jemi referuar disa kushtetutave për ta lehtësuar zgjedhjen e presidentit të Republikës, duke futur shumicën e thjeshtë në 2 raundet e fundit, ashtu kemi plotësisht drejt të besojmë se me referencat njëjta tek njëjtat kushtetuta na duhet të krijojmë një balans të re me sistemin e drejtësisë përmes mënyrës së zgjedhjes së gjyqtarëve e të prokurorit të përgjithshëm padyshim. Prandaj, me këtë bindje të plotë, ne jemi përgatitur shumë seriozisht, jo për një arrënim demagogjik të kushtetutës, po për një vizion të qartë reformues për drejtësinë, që dikton edhe disa ndryshime thelbësore në kushtetutë lidhur me drejtësinë. Sekretari i Partisë Socialiste, lejomni ta ndaj me ju të gjithë, ndjej neveri ndaj gjithë propagandës shfrenuar të qeverisë. Qeveritarët thonë se ne, opozita, e pas kemi problem heqjen e imunitetit. Madje dashkemi të bllokojmë statusin e kandidatit për Shqipërinë. Këngë e vjetër kjo e opozitës bllokuese. Po shqiptarët dhe ndërkombëtarët janë dëshmitar të asaj çka ne, Partia Socialiste, opozita parlamentare e Shqipërisë kemi bërë përgjatë një viti tërë politik. Janë dëshmitar të qasjes konstruktive dhe të përpjekjeve tona të jashtëzakonshme për të sjellë në gjendje normale draftet skandaloze të qeverisë për ligjet me 3/5 dhe për t'i votuar ato.
Të gjithë janë dëshmitar të qasjes konstruktive dhe përpjekjeve tona të jashtëzakonshme për të zgjedhur një president të Republikës dhe jo të politikës së mbrapsht të ditës. Edhe shqiptarët, edhe ndërkombëtarët janë dëshmitar të qasjes konstruktive dhe të përpjekjeve tona të jashtëzakonshme për të mbyllur reformën zgjedhore, pa vënë veton për çdo gjë që nuk na pëlqente. Madje, e dini mirë, rrezikuam seriozisht edhe vetë marrëdhëniet me aleatët tanë politik, duke pranuar një reformë që nuk e preku sistemin aktual zgjedhor, sikundër aleatët tanë, por dhe ne e kërkuam qysh në kryet herës. Ndër të 12 prioritetet, ai i plotësuari në mënyrën më spektakolare është prioriteti i zgjedhjes avokatit popullit, që na u la në dorë ne, opozitës, dhe ne e realizuam me një proces që në Komisionin Evropian u quajt një shembull rrezatus për krejt rajonin. Nëse ka një farë progresi me integrimin në këtë vit politik që përmbyllet, e ky është padyshim progresin letër, jo në implementimin e ligjeve, ky progres ka të bëjë vetëm me ato pjesë të rekomandimeve ku opozita ka pasur edhe ajo një rol, legjislacionin, dhe jo me pjesën ndërmuese të rekomandimeve që varen nga implementimi i ligjeve dhe nga cilësia e qeverisjes së vendit. Korrupsion, krimi organizuar, rrëmuj me pronat, degradimi i administratës publike dhe me radhë janë çështje të integrimit, janë çështje që lidhen drejt për drejt me prioritetet e Bashkimit Evropian dhe janë çështje që rëndojnë ekskluzivisht mbi kurrizin e qeverisë që nuk e mban dot barrën e çuarjes përpara të vendit në rrugën e integrimit të Bashkimit Evropian. Kështu që këngën banale për opozitën bllokuese le ta dëgjoj çdo shurdh dhe çdo qorr që veshët dhe sytja ka falur partisë në pushtet dhe udhëheqësit të saj të lavdishëm, le ta mbajnë. Ne kemi për hir të statusit kandidatit bërë për Shqipërinë kompromise, për cilat kemi paguar me vetdije edhe kosto politike të ditës. Sepse për ne Shqipëria në Bashkimin Evropian është një aspiratë e lartë, atletare, patriotike, mbi çdo hesap partijak dhe përfitim partijak të ditës. E sa për imunitetin, jemi ne, Partia Socialiste, që e kemi kërkuar prej vitesh heqjen e imunitetit përmes ndryshimit kushtetues. Dhe këtë pala tjetër dihet botërisht e ka kundërshtuar vimësisht, duke tentuar madje ta bëj heqjen e imunitetit me vendim qeverie. Më në fund ata kanë ardhur në pozicionin ton dhe fal mbështetjes që ka gjetur ky pozicion nga ekspertiza ndërkombëtare. Dhe kjo e mbyll debatin për çështjen e imunitetit në vetvete. Por e mban hapur debatin për çështjen e ndryshimeve kushtetuese, përfshir edhe imunitetin si proces dhe si përmbajtje. Prandaj dhe akuza e përsëritur e palës tjetër, që thotë se në këtë mes na qenë nga një grup miliarderësh në Partinë Socialiste që pengojnë heqjen e imunitetit, është vetëm një idiotësi e ligë. Sot problemi i Shqipërisë nuk janë sipërmarrësit që janë zgjedhur deputet në opozit, po kryeministët dhe ministrat që janë bërë sipërmarrës në pushtet. Sot problemi i Shqipërisë nuk janë miliardat e sipërmarrësve që kanë hapur vende pune dhe kanë paguar rregullisht taksat për arkën e shtetit, po janë miliarderët e veshur me kostumin e kryeministrit dhe të ministrave, që në orë takri me një qet biznesmenësh, të cilët spaguajnë rëndom as dritat dhe jo më taksat për volumin e biznesit që bëjnë, i lënë sipërmarrësit e tjerë, të tërë tjerët, pa punë dhe ndërkohë grabisin prona dhe pasuri publike me vendime qeverie dhe me ligjet qepura enkas si pas hesapeve të xhepit tyre. Sot problemi i korrupsionit nuk ka lidhje as gjëkundi
me sipërmarrësit që janë aktualisht deputet në opozit, publiku duhet ta di se ata sot nuk merren me sipërmarrje për shkak se respektojnë detyrën dhe ligjin, por se ditë për ditë, sot e gjithë ditën, një për një, janë vendosur në një presion të papar, politik dhe ekonomik, për t'i detyruar ta braktisin opozitës. U janë ofruar para dhe favore, dhe u janë bërë kërdira me gjoba arbitrare. Sot problemi i korrupsionit ka lidhje drejt për drejt, në fakt, jo me ata që vinë në radhë të opozitës parlamentare nga sipërmarrja, por me pandëshkushmërinë e atyre që janë në qeveri, të gjithë me radhë, njëri pas tjetrit, që nga kryeministri deri tek ministri më i fundit. S'ka mbetur një prej tyre. Më thoni një, pa u kapur me presh duar, me fakte dhe me prova, nga hetimet e pavarura të medias apo të vetë opozitës, dhe disa prej tyre dhe nga hetimet e prokurorisë. Por nuk ka një të vetëm prej tyre, që është shpallur i fajshëm nga gjykata, edhe kur është akuzuar si i fajshëm nga prokuroria. Jo sepse i ka mbrojtur imuniteti. Imunitetin e kanë hequr madje duke i rënë gjoksit se janë të hapur përpara drejtësisë, po sepse i ka mbrojtur pushteti dhe kur është hequr imuniteti. Nuk është imuniteti parlamentar që e mbron sot korrupsionin, por është korrupsioni i të korruptuarve në pushtet që nuk do t'ja di sot për asnjë imunitet. Kanë vjedhur në 7 vjet, saq nuk është vjedhur në tërë historinë 100 vjeçare të shtetit shqiptar. Të tëra qeveritë shqiptare të marrës bashku nuk e kanë bilancin e grabitjeve dhe të vjedhjeve të barabartë me bilancin e grabitjeve dhe të vjedhjeve të këtyre 7 viteve. E po ashtu, të tëra qeveritë shqiptare nuk e kanë nivelin e pandëshkushmërisë të barabartë me këtë maj të lartë pandëshkushmërie për i cilës këta shohin nga lartë poshtë populli shqiptar dhe tallen me të duke i treguar prallën e një integrimi që janë të parë që se duan dhe janë padyshim protagonistët që e pengojnë. Nga ana tjetër, kanë vrarë edhe njerëz në mes të bulevardit dhe në sytë e tërë Europës dhe të botës. Po ja ku i keni. Të gjithë aty këndojnë në kor këngën e heqjes imunitetit. Gati sa sqajnë që nuk po i lë opozita të zhvishen publikisht nga imuniteti dhe të bëhen si gjithë qytetarët. Në qoftë se duan të bëhen si gjithë qytetarët, le të heqin jelekët antiplum dhe le të ulen në nivelin e qytetarëve për të gjitha ato që në fakt sot i ndajnë nga qytetarët. Le ta fillojnë nga taksat, le të paguajnë më shumë taksa se ç'paguajnë qytetarët e zakonshëm në këtij vendi. Kryeministri i parë të paguajnë më shumë taksa se ç'paguajnë infermierët dhe doktorët. Ministri i Brendshëm paguajnë më shumë taksa se ç'paguajnë policët e zakonshëm. Ministri i Shëndetësisë, Ministri i Arsimit, të gjithë ministrat me radhë paguajnë më shumë taksa se ç'paguajnë varësit e tyre dhe kështu me radhë le të bëhen pastaj si gjithë qytetarët. Ajo që në fakt i ndan ata nga të gjithë qytetarët nuk është imuniteti parlamentar sipas kushtetutës, por është një imunitet tjetër që ata ja kanë dhënë vetes duke vënë përfund sistemin e drejtësisë dhe duke bërë që edhe kur shkojnë atje të zhveshur në thonjza nga imuniteti parlamentar të dalin fitimtar, të pandëshkueshëm dhe të vazhdojnë e të shesin popullit shqiptar dënglat e integrimit dhe të ndershmërisë. Kështu që sot çështja nuk është e do apo nuk e do opozita heqjen e imunitetit. Po e duam apo nuk e duam ne si klasë politike ndarjen me ndryshimet e duhura kushtetuese të drejtësisë së kapur përfyti nga pushteti politik që po e mbyt përfundimisht drejtësinë. Kjo është pyetja. A duam apo s'duam që të ndryshojmë diçka thelbësore në Kushtetutën e Republikës për t'i dhënë drejtësisë frymëmarrje dhe për t'i dhënë mundësi njerëzve drejtësisë që vërtet të zhvishen edhe ata
nga imuniteti kushtetues, po në ndërkohë të mos jenë thjesht vegla të pushtetit që në rrugë antikushtetuese i imponohet drejtësisë me vullnet të mbrapsht politik. E kemi thënë në kohë dhe në mënyrë të përsëritur, po dhe vetëm po, ne jemi gati të votojmë për imunitetin, por jo duke arnuar kushtetutën, po duke synuar një reformë kushtetuese për drejtësinë, që dje kemi paraqitur zyrtarisht përmes një nisme parlamentare. Prandaj, ftesa jonë për palën tjetër është të heqë dorë nga propaganda e ulët, plot akuza dhe ligësi ndaj opozitës lidhur me imunitetin, dhe të kuptoj se spari nuk mund ta ndryshojmë kushtetutën copa, edhe në gusht, edhe në shtator, si kur pranojmë me nget madh mëngët e një xhakete të gabit. Së dyti, nuk mund të gjejmë konsensusin për ndryshimin e kushtetutës në një klim të ngarkuar me akuza dhe shpifje ndaj opozitës që synojnë të krijojnë një perceptim skandalos se problemi në Shqipëri nuk që nga korrupsioni rrënqethës në qeverisjen e këtyre 7 viteve, po një korrupsion imagjinar i opozitës, që këto 7 vjet në fakt është vjedhur në zgjedhje dhe edhe zhvrarë në protesta. Fjalimet e djeshme tërduf dhe tërmleft kundër opozitës në Këshillin e Legjislacionit në ditën e parë të diskutimit për ndryshimet kushtetuese të kryetarëve të kuvendit dhe të përfaqësuesve të tjerë të pushtetit ishin të padenja për gjetur konsensus për çmimin e qepëve në tregun fshatar dhe jo më për të marrë konsensusin e opozitës për ndryshimin e kushtetutës. Duhet bëjë një debat hapur dhe serioz me njëri tjetrin dhe me institucionet dhe njerëzit e drejtësisë dhe shoqërisë civile për tërësinë e ndryshimeve kushtetuese të propozuara prej nesh dhe vetëm pastaj të votojmë. Streti, ne synojmë dhe kërkojmë që ky debat i rëndësishëm të bëhet me seriozitet dhe me intensitet dhe të mbyllet mundësisht brenda muajit shtator. Jam i bindur se me ndryshimet që propozojmë, dhe ky është thelbi, dhe këtë dua që të gjithë shqiptarët t'i shohin sy e t'u them drejt për drejt. T'i japim Shqipërisë shansin e rrezikuar plotësisht gjermtash për statusin e kandidatit. Nëse ne, opozita dhe qeveria, arrim të gjejmë konsensus për këtë paketë ndryshimesh kushtetuese, që krijon garancira rrezatuese në sytë e kujdo dhe padyshim edhe të miqve dhe partnerëve ndërkombëtar, jam i bindur se i japim Shqipërisë një shans të papritur dhe të plot për ta marrë statusin e kandidatit. Duke u thënë të gjithë anëtarëve të familjes europiane se vullneti ynë për të shkuar përpara mishërohet në ndryshime esenciale dhe në hapa të qëndësishëm, dhe jo në arna, një arnë këtu e një arnë atje, dhe as thjesht në miratime ligjesh që pastaj as nuk implementohen ndonjëherë. Qeveria nuk duhet ta bllokojë procesin që hap vizioni ynë për reformën kushtetuese. Dhe s'duhet përdor çështjen e imunitetit si gjethe fiku për të mbuluar panoramën e pambulueshme të degradimit të institucioneve të drejtësisë si pasojë e kapjes së shtetit dhe njëkohësisht edhe tundimin e saj gjithmonë më të fortë për më në fund të arritur tek pika që të përmbys edhe ato institucione kushtetuese që kanë mbetur jashtë kontrollit dhe t'i marrë ato në kontroll, duke e kthyer prokurorinë e përgjithshme në një kopje të KQZ-s deri tanishme, dhe duke e bërë drejtori shërbimin informativ një njësi legale në thonjza përgjimi, e cila do t'jetë një makineri e plot në shembullin e asaj makinerisë që është këtu, 70 metra larg dhe që edhe tani ka mundësinë të na dëgjojë via radio për këtë bisedë që po bëjmë. Ne jemi gati, jemi këtu
për t'i vënë kushtetutës atë vullnet dhe atë vëmendje për cilën ajo ka nevojë, po jo për t'i vënë një armë. Ne duam një reformë kushtetuese në vazhdën e përpjekjes sonë për një lindje shqiptare përmes një reformimi rrënjësor të gjithë strukturës së shtetit tonë që do ta bëjmë me fitoren e zgjedhjeve të ardhshme dhe padyshim integrimit tërësor të Shqipërisë në Bashkimin Evropian si një vend që nuk shkon drejt Bashkimit Evropian vetëm përmes postës që çon letra ligjesht miratura në Bruksel, por shkon drejt Bashkimit Evropian përmes afirmimit të vlerave dhe të cilësisë jetës europiane këtu në Shqipëri, në atë dhëun tonë. Faleminderit.